publike, kam bërë thirrje autoritetet dhe kam kërku që në veprimet e tyre të ligjshme duhet kenë parasysh ndjeshmërinë që e ka citata, duhet kenë parasysh që respektimi i drejtave të njerëzit duhet i pri në veprimet e tyre si standard i cili i ban këta qytetarë mundi si qytetarë të barabartë të vendit. Dhe pati një reagim të ministrisë në cilën ju akuzuan për dëmtim të imazhit të shtetit, sepse ju në një raport gjetët që kriteret të cilat janë vendosur për shtesat e fëmijëve janë diskriminuese për një komunitet të caktuar. Në fakt jam i prirur të mos shumë në komente të deklaratave të autoriteteve publike. Qëndrimi ishte në emër të ministrisë. Ka qenë e para procedura dhe mënyra si kanë reaguar ka qenë e papranueshme. Edhe është në kundërshtim me ato standarde për cilat na jemi angazhuar këto 25 vite të aktivitetit institucional. E dyta, asnjë autoritet në Republikën e Kosovës nuk ka të drejtë me ndërhyrë në punën e avokatit të popullit. Pra avokati i popullit nuk pranon ndërhyrje çfarëdo natyre qoshin ato. E treta, autoritetin dhe prestigjin e shtetit të Kosovës në aspektin vendor ndërkombëtar e rrit nëse autoritetet respektojnë raportet dhe rekomandimet e avokatit të popullit. Dhe mos harroni, është standard ndërkombëtar. Nga niveli i zbatimit të rekomandimeve të avokatit të popullit matet niveli i demokracisë në një vend. Nuk mund askush në këtë vend ta vendos në një lupë të tillë avokatin e popullit sa t'i kërkoj llogari për vendimarrjen e vet, sepse e para gëzon imunitet, edhe e dyta, avokati i popullit gjithmonë në vendimet e veta niset nga një parim që autoritetet tjera dhe mund të mos e kenë, sepse e kanë parimin e ligjshmërisë e përsia drejtave të njeriut në raport me gjitha çështjet tjera. Ju keni konstatuar që ka kritere diskriminuese tek shtesat e fëmijëve, apo kjo është në raportin. Cilat janë kriteret diskriminuese? Vendimi në fakt ka të bëjë me vendimin e qeverisë për verifikimin e vendbanimit të përfituesve të shtesave. Dhe deri këtu jemi në rregull, sepse është drejt legjitime e Ministrisë Financave me kontrollu se apo shfrytëzohen ligjshëm mjetet që i ndahen për këto shtesa. Dhe për me verifiku këto adresa, ka kërku, e para kanë nxjerrë një vendim që nuk është publik, nuk është i arsyetuar dhe nuk është treguar cilat janë kriteret e klasifikimit ose selektimit familjeve që kanë më verifiku. Pjesa tjetër pastaj është më problematike, sepse familjet që përzgjedhen më verifiku duhet me e dërgu në formën elektronike një vërtetim nga shkolla, që fëmiu është në shkollë, nëse është në shkollë, një vërtetim i vaksinimit nëse fëmia nuk është në shkollë dhe është në proces të vaksinimit, një dokument nga pagesa e energjisë elektrike, ose në mungesë të këtyre 3 dokumenteve duhet shkoj në ASK, Agjencinë e Statistikave të Kosovës, së bashku me krejt anëtarët e familjes, të lajmërohet aty dhe të regjistrohet. Dhe këtu na kemi pa që nuk ka bazë ligjore një veprimi të tillë, sepse ASK-ja ka një autoritet e një mandat krejt tjetër, nuk ka të bëj fare me pjesën me cilën është ngarku nga Ministria e Financave dhe në anën tjetër, 3 kriteret e para, 3 dokumentet e para, për komunitetin sërb nuk pranohen, sepse janë dokumentet që lëshohen nga sistemi sërb. Pra, vërtimin nga shkolla, nga shkolla që procesi